Ministria e Mbrojtjes informon se gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 21 vatra zjarri në vend, ndërsa aktualisht 6 prej tyre vijojnë të jenë aktive dhe 7 të tjera në mbikëqyrje. Për menaxhimin e situatës janë angazhuar 354 forca operacionale dhe 24 automjete zjarfikëse, të mbështetura nga 155 efektiv të forcave të armatosura, 3 automjete zjarfikse, 1 ekskavator i rënd, 3 helikopter dhe 2 avion. Në malin e Dajtit, operacioni vijoi me 30 efektiv të forcave të armatosura. Pavarësisht vijimit të ndërhyrjes, autoritetet bëjnë me dije se nuk ka rrezik për zonat e banuara. Në qaftë e Elmesit në Bulqiz, zjarri është riaktivizuar në 2 vatra në një pyll me pisha të dendura. Në teren janë angazhuar 11 efektiv të MZSH-s për vënien në kontroll të flakëve. Ndërkohë në shtuftë të Mirditës, vatra mbetet aktive por me intensitet të ulët dhe po monitorohet nga strukturat vendore. Në shtan Ten, situata paraqitet e stabilizuar dhe vijojnë punimet për shuarjen përfundimtare, edhe këtu nuk raportohet rrezik për banesat. Në Prozhem të Pukës, zjarri vijon në sipërfaqe pyjore, ndërsa operacioni po zhvillohet me strukturat vendore dhe 30 efektiv të forcave të armatosura. Situata në Gjegjan, Gojan të vogël dhe Gojan të madh është izoluar ose shuar dhe zonat po mbahen në mbikëqyrje. Një tjetër vatër aktive vijon në malin e Çikës mbi Palas, në një teren të tepisur dhe të vështirë për t'u aksesuar. Për fikjen përfundimtare të zjarrit, operacioni ajror po mbështetet nga 2 avion. Autoritetet bëjnë me dije se pavarësisht terenit të vështirë dhe erës në disa zona, situata në disa prej vatrave kryesore është përmirësuar. Operacionet vijojnë me fokus izolimin e zjarreve aktive, parandalimin e riaktivizimeve dhe mbrojtjen e zonave të banuara.